Sot ndodhemi në Antibe, një nga perlat e Rivierës franceze, një qytet që ndërthur në mënyrë të mrekullueshme historinë, artin dhe bukurinë e mesdheut. I vendosur mes Nicës dhe Kanës, Antibe prej shekujsh ka qenë një port i rëndësishëm, ndërsa sot është një nga destinacionet më të dashura për vizitorët nga e gjithë bota. Shëtitja në qytetin e vjetër të Antibe është një udhëtim në kohë. Rrugicat e ngushta me kaldërm, ndërtesat me fasada plot ngjyra, sheshët e vogla dhe muret e lashta krijojnë një atmosferë autentike që ruan hijeshinë së kaluarës. Në çdo cep të qytetit ndjen tradita, kultura dhe ritmi i qetë i jetës mesdhetare. Shikues të dashur, çka e bën edhe më të veçantë Antibes këtë vend kaq të bukur janë edhe tregjet e ndryshme që i ka ky vend. Në këtë shititore kaq të bukur ku ka shumë kafene, që turistët dhe vendasit po shijojnë kafen e tyre në këtë ku kaq të bukur, është edhe tregu i second hand i cili bëhet çdo të shtunë këtu në Antibes. Ka bizhu të ndryshme, ka piktura, libra dhe gjithçka tjetër ku e jani me mua që të ndjekim dhe të shohim se çka mundemi të gjejmë, ndoshta ndonjë thesar.